Banorët e fshatit Varibop në njësinë administrative Cakrat ngren shqetësime për gjendjen e rrugës dhe mungesën e ndërhyrjeve konkrete, pavarësisht se sipas tyre fondet janë miratuar prej muajsh. Ata pretendojnë se ndërhyrjet e deri tanishme kanë qenë vetëm sipërfaqësore dhe të lidhura me periudhën para zgjedhjeve. Sipas banorëve të zonës, para zgjedhjeve në rrugën e fshatit është hedhur vetëm një shtresë çakulli që ata e konsiderojnë si një zgjidhje të përkohshme, sa për sy e faqe. Më pas, thonë ata, nga ana e institucioneve u është komunikuar se projekti ndodhet në fazë tenderimi. Banorët shprehen se sa herë kanë kërkuar sqarime pranë autoriteteve vendore, nuk kanë marrë asnjë përgjigje përfundimtare për afatet konkrete të nisjes së punimeve. Një tjetër shqetësim i ngritur lidhet me ujërat e zeza, të cilat sipas tyre rrjedhin pranë rrugës, duke rënduar situatën infrastrukturore dhe duke krijuar probleme për qarkullimin dhe shëndetin e komunitetit. Ata theksojnë se fondet për këtë investim janë miratuar në Këshill që në muajin maj, përpara zgjedhjeve vendore, por deri tani rruga nuk është shtruar. Për ujë do rregullohet janë. Është vidhisur. Është çar tubacioni, është çar debua. Ora përgjithësi un paguaj detyrimet e mia, se çfarë do bëj shteti me ka patu burime do thon. Ka patu çezma, edhe ne me ato çezma rrojim. Po sot iku e ko. Banorët shprehen të zhgënjur me gjendjen e krijuar dhe kërkojnë transparencë dhe ndërhyrje sa më të shpejt nga bashkia, ndërsa apelojnë që zëri i tyre të dëgjohet përmes mediave. Pritet një reagim zyrtar nga autoritetet vendore lidhur me këtë situatë dhe afatet konkrete për përfundimin e projektit.